mjetëve pa pilot, sistemet të B2, gjithashtu kemi dhe sistemet e reja, të cilët janë në kota fundit, në qeveria turke. To janë raketat të drejtuara të cilat vendosen në sistemin të B2, nëse një sistem avionit të B2 mban se 4 në këto rakete, janë raketa drejtuara me lazer me precizon shumë të lartë. Pesha është 23 kg, janë për goditjen e objektivave toksor dhe detar nëpërmjet ajrit. Skuadrilja e dronëve luftarak kryeministër është tërvitur tashmë dhe është plotësisht operacionale dhe tashmë mund të fluturojnë dhe natën, janë dhe duke zhvilluar edhe qitjet e para në fakt e objektivave toksor në mënyrë që të mund të jenë të mobilizueshëm dhe totalisht të ndërveprueshëm. Aktualisht rezultatet që kemi bërë simulimin në simulator, gjithashtu dhe gjatë trajnim që kemi bërë në palën turke, në Turqi, kemi pasur suksese shumë të mira, kemi personel tepër përgatitur, edhe vetëm përfundimtarja e orës. Teknik elektronik. Skydagger, Baby, janë në 3 ujsh, 15 inç, 10 inç, 60 inç. Që do të makina ose kamion të mesme. I vendosin një rakesë të poshtë, 2 kg, në varësi të madhësisë ka dhe peshën që i vendosin. Komandohet nga operatori me syzet në distancë deri në 10 km. Ta provoni? Kjo është si Elisa si bëhet është. Vijojmë në zonën e dytë, ku sapo kanë përfunduar punimet e qendrës stërvitore, sapo kemi marrë në dorëzim veprën, sikundër edhe një demonstrim shumë të shkurtër në qendrën operacionaleve të dronëve Bayraktar, të cilët janë aktualisht në një mision për qëllime të agjencive civile që kanë kërkuar monitorimin nga ajri dhe pas disa misioneve qoftë me Ministrinë e Brendshme, me IKMT-n, sot ishin në luginën e Vjosës dhe janë aktualisht duke bërë një vëzhgim të territorit. Hajde. Aktualisht zonë në njësën e jemi në zonën e Zvelecit, unë të vërkërë një fluturim sëritor, dhe kanin, për trajnim, gjithashtu jemi të përdoru dhe sistemin e gimbalit, kamerës, po shkëm ishuin e Zvelecit, gjithë. Pozicion që kemi aty është piloti dronit, ose mjeti pa pilot, e të është pozicioni i operatorit ngarkese. Operatorit ngarkese ka përdetyr kamën dhe municionet. Piloti UAV-s ka përdetyr drejtimin. Tu ullet komandanti i misionit. Kjo është mision civil tani sot. Sot është mision civil plus dhe trajnimi jonë që kemi në planin. Po, mision civil për kemi duke parë dhe të shkojnë kemi qenë të deri dhe Vjosës. Ato ishë pilotër avioni dhe normalisht do kamera të këtë e non. Nisë bë një fokusim të qartë asaj. Avioni ndodhet në 5.000 metra lartësi. Është 5.000 metra lartësi tani? Po, 5.000 metra lartësi. Ka për një shpëcili është një, prapërsi. Dhe është duke komanduar që këtu, nga antenë që kemi ne, mbi hangarin tonë. Ne kemi kërë fluturime, kemi testuar në gjithë hapësirën e Shqipërisë, kemi flutuar të në ekstrem në veri, gjithashtu dhe në jug, dhe nga kam funksionuar, sistem ka funksionuar shumë mirë, ka probleme, në vërtet të naqëm në këtë sistem që kemi. Tani jemi në më kriket të detyra që nga vinë në realizohen një kartë. Po kjo? Fjeri. Dron tjetër? Jo, kjo është njëti.
Po kama ka aftësi të në kohë të qartë, po shumë të pasër, ka aftësi të shkojë deri në 40 km distancë. Nëse ne ngremi këtu në lartësi 5000 metra, ne shikojmë qytetin e Vlorës. Është shumë e dobishme për Por po ka për imazhin një gjëna shumë afër. Si po normale. Kjo është imazhi Është që ka qartësi totale. shumë e pasur. Është me pajisje me kamera termale, termike, Po kjo shko çiko, kjo Kamera termike. i çoj zoomin out, zoom. do e këto po edhe ndjekje makinash. Ndjekjesh makinash, patrullim detar, patrullim të kufive. Nuk ka asnjë Është ai i vëshin edhe Në shenjën, pilot komandant mision ka tonë aty, edhe lëshon ka kodet për kacet të lazerit, për kodet e cila për kodet objektivin, do të jetë lazeri i njëjtë me kodet që kemi futur në armativ. Në rast se nuk ka të njëjta kode, nuk shpërthet, vetëm dëmtohet si ajo bomba sa afër mund të shkosh me pamjen? Shkalla me lartë e Sa pamjes, veturë, sa afër shkon? shkalla me lartë e pamjes është 1100. Këto, kjo, a? Dhe për përdorim dhe digitalizim është një shkallë tjetër. Po do të keni parasysh, zotë ministër, që aktualisht kamera me objektivin është në 7 km distancë. Qartë, pra. Në Shkënduri, komplet. digitalizimi që nuk përdorim, me 3 shkallë të ndryshme. Dhe 3 shkallët e kamerës nga 1500, 1000 dhe në 600. Këtu tregohet pozicioni i avionit dhe koordinata, kurse aty është pozicioni i kësaj pikës ose kryqit që shikon aty ku shkon tek. Edhe kështu monitorohen vende të tjera pa leje, po. Zoti Kryeministër, këtu jemi në qendrën operacionale që ne 24 në 7 dhe monitorojmë territorin tonë, kryesisht për të kryer detyra jo operacionale në interes të installacioneve ligjzbatuese. Pra, përveç patrullimit të kufirit, detar apo toksor, ne jemi në dispozicion për çdo detyrë që na kërkohet nga agjencitë e tjera ligjzbatuese. Shtafet. Këtu kemi dhe Black Hawk sot edhe Cougar në demonstrim. Si është rikthyer operacionale 80% e flotës faktikisht helikopterëve është kthyer në operacionalitet të plot. E kemi ende disa mjete që shkojnë në riparim dhe rikthehen në javët në vijim. Kolla e pilotimit do vendoset në Vlorë, po duke ditur që bazë taktike e NATO si kjo nënkupton edhe ardhjen e shumë pilotëve aleat, instruktorëve, teknikëve të aviacionit, qoftë amerikan, qoftë edhe të aleatëve të tjerë, ishte absolutisht e nevojshme që të kishim një qendër si kjo, me klasa laboratore dhe akomodim. Sikundër, në fakt baza taktike e Kuçovës nënkupton një personel për 350 personave të dislokuar në mënyrë permanente këtu, dhe jemi duke finalizuar dhe në qytetin e Kuçovës ish shpinë e oficerëve, po e rehabilitojmë tërësisht në mënyrë që të qëndrojnë në kushte sa më komode i gjithë personeli dhe familjarët. Sa herë bëjmë një investim? Do janë këtu, do janë të dislokuar në bazë. Do që do rrinë këtu. Një numër i kufizuar, pra që nga kontrolorët, nga ekuripazhet e kasme për tipet të ndryshme helikopterë. Se këtu do bëjmë trajnim në tip helikopteri, ajo që ka zoti ministri pak më parë, është trajnimi kandidatë për pilotës, që duhet ta bëjmë në aeroportin e Vlorës. Është këtë trajnimi për secilin tip. Përdrimi i sosur ka të bëjmë me përdrime në tip, për të kryer disa variante, kryesisht për kërkim shpëtimi apo për energjetën civile pra në rastin e pakisë të pilotëve. Është një pleqe e gjithë dinamikës së bazës, për arsye se këtu nuk do të përgatisim pilot për variante të ndryshme të përdorimit të helikopterit, do të përgatisim inxhinierë dhe specialistë për zbulim e larg ose shërbimin nga rroba gabim, do të përgatisim të gjithë kontrollorë, jo vetëm punës për trafik të error. Ata është të shërbejnë kontrollorë, që do të përgatisim të shërbejnë edhe për kontrollorë të trafik të error, por të shërbejnë edhe në trafik të error të aeroportit të interesit.
klasat praktikisht Një pik që të ketë palestra në gjitha për Vjesh vitimore është të miratuar nga najgoj, kemi të qarta të gjithë vjetë se si kotece. ajo poshtë atje Ajo është ish palestra e kohës shkuar. Dhe atë palestra do ta rivitalizojmë dhe ta kthejmë si në kohë. Sukses.